Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë pretenzën për 7 pandehur të dosjes Metamorfoza, ku në total kërkohen 74 vite burg. Dënimin më të gjatë prokuroria e kërkon për Behar Bajrin me 15 vite heqje lirie dhe biznesmenin Pullum Qoka, për të cilën kërkohen 14 vite burg. Ish-shefi operacionales në Tiranë, Oltion Bistri, i kërkon 9 vite burg, ndërsa për Edmond Prekën prokuroria ka kërkuar 11 vite. Asmir Bilali duhet të përballet me 10 vite burg, Ardit Hasanbegaj me 9 vite, ndërsa Xhevair Lika kërkohet të dënohet me 6 vite. Të gjithë pandehurit përfitojnë uljen e dënimit në 1/3 pasi kanë zgjedhur gjykimin e shkurtuar. Në maj të vitit 2024, SPAK dha detaje nga hetimet ku zbuluan biseda në aplikacionin Sky, në të cilët pandehurit diskutonin edhe për porositjen dhe eliminimin fizik të kundërshtarëve të tyre. Ndër pandehurit Pullum Qoka, Edmond Preka dhe Behar Brajovic akuzohen për vrasjen e gjinindojit. Asmir Bilali dhe Ardit Hasanbegaj dyshohen për sigurimin e mjeteve për atentatin ndaj Dorian Dulit dhe Ibrahim Licit. Gjithashtu, prokuroria ka dyshime se Gjoka ka falsifikuar dokumentacionin për përfitimin e një sipërfaqe toke në zonën bregdetare të Velipojës. Oltion Bistri akuzohet për korrupsion pasiv, zbulim të dhënave sekrete dhe prishje të provave, ndërsa ish prokurori i Shkodrës Xhevair Lita përballet me akuzën për korrupsion dhe nxjerrje të sekretit hetimor. Në këtë proces, SPAK ka kërkuar gjithashtu konfiskimin e pasurive të Oltion Bistrit në vlerën mbi 1.3 milion euro si pjesë e masave kundër pastrimit të parave dhe korrupsionit. Gjykimi pritet të vazhdojë në ditët në vijim me shqyrtimin e argumenteve të mbrojtjes dhe më pas me vendimin përfundimtar.